Dhe ura numër 2. Siç e shihni, bazuar në projekt dhe në preventiv, do duhet të kishim dhe 2 ura panoramike në hyrje dhe në dalje të tunelit. E meqense në gjuhën teknike këto quhen vepra arti, ndërtimi i tyre e rriti me 25 milion euro koston e ndërtimit. 25 milion euro për ndërtimin e 2 urave të cilat në realitet nuk ekzistojnë. Po, prestigiatori, piktori dështak që kemi në krye të qeverisë, zhduku jo vetëm 10 milion euro në këtë aferë, por ka zhdukur edhe këto 2 ura. Pra që t'ju a shpjegojmë më thjesht, Edi Rama vendos të vjedh 190 milion euro duke ushitur shqiptarve një ide të bukur me ura panoramike dhe rrugë të arta që na çojnë në Europë. Për të arritur qëllimin, hap procedurat tenderuese ku fiton oferta me çmim 50 milion euro më të lartë. E me sa duket, Oreksi vjen duke ngrënë dhe 50 milion euro nuk u mjaftuan dhe vendosin të zhdukin dhe 25 milion euro të tjera duke zhdukur ndërtimin e këtyre 2 urave të paraqitura në projekt dhe në preventiva. E gjitha kjo, të nderuar qytetar, ka ndodhur në dritën e diellit e në dritën e Spakut, prokurorisë posaçme që duhet të luftojë dhe parandalojë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Të gjitha këto fakte, dokumenta, Partia Demokratike e Shqipërisë do t'ja përcjell zyrtarisht prokurorisë së posaçme Spakut, pasi në këtë rast nuk kemi të bëjmë thjesht me një shkelje të barazisë në tendera, por të kemi të bëjmë me një aferë thellësisht korruptive, që deri tani Partia Demokratike ka faktuar se janë zhdukur të paktën 75 milion euro në këtë projekt. Le të tentoj të shes krahun e tij të djathtë Belinda Ballukun sa të doj. Le të çirret për moll, për dardha e për fiq sa të doj. Edi Rama e di mirë se nuk do ta shoh dot dritën në fundin e tunelit të Belës. Ju faleminderit.